Pas ngjarjes tragjike që tronditi opinionin publik, ku stilisti i njohur Festimi Yusufi humbi jetën të premten, një valë reagimesh ka pushtuar rrjetet sociale. Teksa shumë kush e ka shprehur dhimbjen për humbjen e parakohshme të tij, disa komente të rënda dhe akuza janë drejtuar ndaj partneres së tij Rina, e cila mbeti e plagosur në ato që dyshohet të ketë qenë një konflikt tragjik mes tyre. Në mbrojtje të saj ka dalë shoqja Gresa Gashi, e cila përmes një postimi në Instagram ka shpërthyer ndaj komenteve të ashpra që qarkullojnë online. A jeni më normal, çfarë populli mbrapsht, shkruan ajo me revolt, teksa thekson se e ndjen për obligim të sqarojë se komentet e pamëshirshme mund ta shtyjnë edhe Rinën drejt depresionit. Sipas saj, Rina ka qenë vetëm me mbështetje për festimin në periudhën e fundit të jetës së tij, si në aspektin moral, ashtu dhe në financiar, në një kohë ku ai po përballej me sfida të mëdha personale. Rina është munduar me mishe me shpirt në çdo situatë për burrin e saj, thot Gresa duke e përshkruar mikeshën si një vajzë të brisht dhe që reflekton veç të mira. E jep maksimumin Rina, fati ndeshin ndryshe, përfundon ajo me dhimbje. Komentet për të cilat ka reaguar Gresa janë shkëputur nga videomateriali në profilin e Pride by Liberta Spahiu, gjatë lamtumirës për stilistin Festimi Yusufi, ku u shfaq dhe pjesëmarrja e Rinës në funeralin e të ndjerit.